Shkodër Loqja, që e gati për gjirime. Përshëndetje Shkodra, më e bukur qytet. Gati. Shkodra, vendi më i bukur. Pas pa keni nevojë se deri të shto sho ishin. Ja. Luizi mbrëmjen e dieshme u gjen në bulevardin kryesor të vendlindjes dhe një prej qyteteve me të bukura në Shqipëri, Shkodrës. Ai ishte i shoqëruar me dy artistat e talentuar, Ilir Rubovci dhe Flamur Plakiqin. Të dy artistat janë të talentuar dhe tashme janë bërë të njohura fal hiteve të tyre në tregun shqiptar. Luizi bashkë me ta ka takuar e miq të tjerë dhe fansat të rastësishëm në pedonalen e qytetit dje u fol për projektin ku dhe u xhiruan disa sekuencat e vogla nga videoklipi i këngës ku Luizi pak minuta se të fillonin xhirimet u shpreh se janë gati për xhirimin në top forme dhe të gatshëm për hite. Ju e dini tashme Luizi ka kthyer industrinë muzikore në top hite ku ka nga ato këngë melankolike dhe ritmike. Ju urojmë sukses të cunave dhe padyshim çdo fans të dashamirës ka besim në Mezi, po pret që do të jetë një super këngë. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.